Dje në Kuç të Vlorës, Edi Rama mblodhi kryetarët socialist të bashkive që ka vendosur t'i shkrisë si pjesë e hartës elektorale që ai quan reformë territoriale. I kishte thritur për konsult, por shpejt seanca konsultative u kthye në sesion kërcënimesh dhe sharjesh. Disa kryetar bashkish u nxorën përjashta. Kështu i koncepton dëgjesat Edi Rama. Kur sillet kështu me të zgjedhurit, imagjinoni çfarë bën me ata që ka emëruar vetë. Për njerëzit e thjesht nuk kemi nevojë të lodhim imagjinatën, sepse e kemi parë me zë dhe figurë si i fyen dhe poshtëron. Kjo sken, si në mbledhjet e celulave komuniste, ku bashkëpunëtorët përjashtoheshin nga mbledhja dhe partia dhe pastaj dekoroheshin me plumb, tregon Ramën në panik. Në Poliçan, në Selenic, në Divjak, në Dimal dhe në komunitete të tjera, qytetarët po kuptojnë se nuk janë të dënuar të pranojnë çdo vendim që vjen nga Tirana. Po kundërshtojnë, po protestojnë, po flasin dhe po vrasin frikën. Dhe pikërisht këtë Rama nuk e duron dot. Një dekadë propagandë, trysni, presion, po shkërmoqet. Milionat e hedhura për patronazhim dhe grabitje zgjedhjesh e kuptojnë se nuk mjaftojnë më. Qytetarët, përfshi dhe socialist, po e refuzojnë autokracinë, arrogancën dhe përbuzjen që ai shfaq për ta. Disa këshilla bashkiak kanë votuar unanimisht kundër shkrirjes. Problemi për Ramën nuk është reforma territoriale. Problemi është se pas vitesh presioni, arrogancë dhe kontrolli absolut, njerëzit kanë filluar t'i thonë jo, madje po i thonë jo dhe të tijët. Dje pam reagimin e tij, harbutërinë ndaj njerëzve që janë të zgjedhur vendor dhe jo në punës të kryeministrit. Por ka dhe një absurditet tjetër. Pas gjithë kësaj, propaganda qeveritare na thotë se Edi Rama ka nisur konsultimet. Konsultimet për çfarë? Për një hartë elektorale që e ka bërë pa pyetur kënd, për bashki që i ka shpallur publikisht se do t'i shkri, për një vendim politik që u ka urdhëruar komuniteteve dhe tani kërkon t'a pranojnë, ky nuk është konsultim. Konsultimi nuk bëhet për të bindur qytetarin për një vendim të marrë më parë. Konsultimi bëhet që mendimi i qytetarit të ndikojë tek vendimi. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e përcakton qartë se kufijtë e njësisë qeverisjes vendore nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to. Karta Europiane e Vetëqeverisjes vendore kërkon konsultim paraprak të komuniteteve për ndryshimin e kufive dhe konsultimin e autoriteteve vendore në kohën e dur për çështjet që i prekin drejt për drejt. Partia Demokratike ka një koncept krejt tjetër për pushtetin vendor. Ne besojmë te decentralizimi i kompetencave dhe ai financiar, jo te përqendrimi i pushtetit, te bashkitë dhe shërbimet pranë qytetarit dhe jo te bashkitë gjigande larg këtij. Te komuniteti që vendos për veten dhe ruan identitetin e vet, jo te kryeministri që vendos për çdo komunitet. Këto parime ndajnë dhe qytetarët kudo në Shqipëri, ndaj sot vendi është ngritur në protest. Shqiptarët po humbin frikën dhe kanë kuptuar se zëri i tyre ka vlerë dhe se një Shqipëri tjetër është e mundur. Ne jemi në krah të qytetarëve dhe të komuniteteve në betejën e tyre për të mbrojtur identitetin dhe të ardhmen. Dje në Kuç nuk pam forcën e Edi Ramës. Pam panikun e Dordolecit në krye të Arës që nuk trëmb më askënd. Ju falemnderit.